zyrën tonë e Mitrovic të Veriut, kemi pranuar mbi 500 aplikacione. Janë rreth 70 raste aprovim. Po flasim për rreth 180 raste për bashkim familjar. Tash këtu te lashët pak më të mëdha janë te rastet e aplikimit për shtetësi. Kemi dhënë brejtje 224 deri tani. Piketa janë 21. Departamenti për shtetësi, azil dhe migracion, posaçërisht në divizionin për të huaj i kemi rrit kapacitetet në personel. Vetëm në zyrën këtu në Mitrovic të Veriut janë të angazhuar 7 zyrtarë. Nga një ka qenë fillimisht, do të thonë kemi numrin e përgjithshëm komplet 7 zyrtarë, të cilët po pranojnë aplikacione për pajisje me leje qëndrimi. Kjo duke dhënë edhe informacione të duhura, duke shpërndarë udhëzues, formular, lista të dokumenteve të cilat janë të nevojshme që palët t'i sjellin kurdo që ata dëshirojnë me apliku. Por mund të them gjithashtu me kënaqësi që procesi po shkon mjaft mirë sa për të pajisjes me leje qëndrimi. Deri me tani vetëm në zyrën tonë e Mitrovic të Veriut kemi pranuar mbi 500 aplikacione. Dhe gjithashtu edhe mund t'ju informoj që veç që i kemi marrë edhe vendimet e para lidhur me aplikacionet e tyre. Deri me tani vajnë mbi 70 vendime që janë marrë nga divizioni për të huaj. Kur flasim te refuzimet, duhet me pas parasysh diçka shumë të rëndësishme. Kërkesat për leje qëndrim. Nëse një person aplikon për leje qëndrim, edhe i refuzohet kërkesa për leje qëndrim, ligji obligon që me largu personin prej territorit të Kosovës. Ky është standardi i gjitha ligjeve për huaj në krejt vendet e botës, e posaçërisht në Evropë. Nëse dikush i refuzohet kërkesa për leje qëndrim, i lëshohet vendimi, është detyrim me lëshu vendim për largim prej territorit. Kjo është arsyeja pse prej këtyre rasteve që na i kena pranu deri tash, që përmeni drejtori Valioni, janë rreth 70 raste aprovim. Po flasim për rreth 180 raste për bashkim familjar, për shkak që këto kërkesat për leje qëndrim të punës në institucione nuk kanë filluar me u trajtu, për shkak që janë disa parakushte tjera kur ato mujnë me fillu mu trajtu. 70 raste aprovim, ka pas prej tyre që qytetarët kur kanë apliku, ka mungu një dokument ose nuk ka qenë dokumenti që është dasht për me u aprovu. Edhe çka kanë pas zyrtarët është që kanë kontaktu me aplikuesin, nëse e kanë pas që i takon e drejta me marrë leje qëndrim, por një dokument nuk e ka, kanë kontaktu edhe kanë kërku që me u pru dokumenti për mos me u refuzu kërkesa, se nëse refuzohet, duhet mu largu. Për 180 rasteve, për momentin nuk kemi asnjë refuzim. Te faktet e para, drejtori e përmendi, nëse dikush kanë me regjistru një fakt të lindjes, martesës ose të vdekjes, nuk ka nevojë më jep konfirmim për shkak që ai regjistrohet me një herë në sistem. Edhe qytetari vjen me regjistru lindjen, në moment regjistrohet lindja, nëse i ka dokumentet, edhe jepet certifikata e lindjes e Kosovës. Kështu që nuk ka nevojë për konfirmim ose pritje ose refuzim. Nëse është në rregull, regjistrohet i jepet dokumenti. Tash këtu te lashët pak më të mëdha janë te rastet e aplikimit për shtetësi, për naturalizim, që normalisht përgjegjësia për mi trajtu rastet, shumica është te divizioni për shtetësi që është në kuadër departamentit tonë në Prishtinë, ndërsa përgjegjësia për mi pranu aplikacionet është te komuna. Që nga fillimi me 16 mars, ne kemi dhënë brejtje 224 deri tani. Piketa janë 21 piketa. Ne konsiderojmë që është duke shku shumë mirë procesi i implementimit të ligjet, por polici në rrugë, polici në vend kur e ndalë dikën, ai e përcakton se çka duhet me bëjmë me një qytetar. Nëse nuk pyet polici për mendimin e tij profesional, është lehtë që ti kamerë dhe jap tiketa tonë, edhe ata kanë të drejtën ankesës.
Për këtë arsye ne kemi lënë fuqinë te policia që policia më vendos. Ne konsiderojmë që nuk ka të pas ndonjë problem, çdo gjë duke shkuar në rregull, momentalisht kur dikush tenton me largu veturën prej tujit për arsye se e din se e kanë blerë dhe se e kanë marrë në posedim, edhe dëshojnë me dalë në Serbi, na nuk jemi duke i ndaluar, mirë po marrni moment të caktuar që na duhet me ndaluar edhe ato kalimin kufitor, sepse policia e rendit jam përgjegjës për policinë e rendit në veri, po tash jemi të i bëjmë presion policisë kufitore që ata mos më ndalu veturat kur tentojnë me dalë në ato.